Qeveria australiane ka vendosur të përgjysmojë taksën e karburantit për një periudhë 3 mujore, në përpjekje për të mbështetur drejtuesit e automjeteve që po përballen çdo ditë me rritje të ndjeshme të çmimeve. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri Anthony Albanese. Aktualisht taksa është 52 cent për litër, por do të reduktohet përkohësisht në gjysmën e saj. Masa pritet i kushtoj buxhetit të shtetit të rreth 1.75 miliard dollar australian. Po ulim koston e karburanteve sot sepse e kuptojmë që australianët janë nën presion të madh, deklaroi Albanese duke theksuar nevojën për ndërhyrje të menjëhershme. Rritja e çmimeve është bërë tashmë e dukshme. Në New South Wales, çmimi mesatar i benzinës u rrit nga 1.82 në 2.48 dollar australian për litër brenda pak javësh, ndërsa nafta arriti deri në 3 dollar për litër. Shtetet si Victoria dhe Tasmania kanë njoftuar transport publik falas, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të kufizojnë përdorimin e makinave për të kursyer furnizimet. Kryeministri thekson se ulja e konsumit në qytet do të ndihmojë që më shumë karburant të dërgohet në zonat rurale, të cilat po përballen me presion më të madh. Qeveria federale ka paraqitur gjithashtu një projekt ligj që lejon garantimin e blerjeve të mëdha të karburanteve me qëllim forcimin e furnizimit në tregun vendas. Sipas të dhënave të fundit, rezervat e Australisë mbulojnë rreth 39 ditë për benzinën dhe 30 ditë për naftën, nivele që konsiderohen të kufizuara në periudha pasigurie të lartë.